Kryeministri Edi Rama ka pritur në një takim në kryeministri studentët serb që do të ndjekin ndeshjen Shqipëri-Serbi në Elbasan Arena. Kreu i qeverisë shprehu keqardhjen për incidentin me autobusin e lojtarëve serb, duke vënë në dukje se sa delikate janë marrëdhëniet mes dy vendeve, edhe pse janë hedhur hapa historik për përmirësimin e tyre. Kryeministri Rama tha se secili ekip luan për të fituar, por e rëndësishme në këtë ditë është të fitojë qytetërimi. Është me rëndësi shumë të madhe që Shqipëria të fitojë, me rëndësi akoma më të madhe është që të fitoj qytetërimi, që të fitoj imazhi i Shqipërisë, të fitoj tradita e mikpritjes dhe e respektit. Më vjen shumë keq që djalë 14-15 vjeçar hodhi një gur drejt autobusit të skuadrës kombëtare të Serbisë. Ministri serb i arsimit Srdan Verbic foli shkurt, por mesazhi i tij ishte i qartë. Nuk mendoj se kjo është vizitë historike, sepse na duhet që të bëjmë shumë më tepër. Kjo ndeshje futbolli mund të ketë vetëm një fitues, ndërkohë që kjo lojë tjetër mund të ketë dy fitues. Unë mendoj se të dyja vendet mund të fitojnë. Ministri tha që ardhja juaj këtu nuk është historike, më besoni mua që është shumë historike. Dhe në fund ishte radha e studentëve serb të jepnin mesazhet e tyre. Ne të gjithë jemi pjesë në këtë projekti. Ne jemi mesazh, sepse keni qenë dy ditë të bashkë, keni qenë të lumtur, të kuptueshëm dhe miqësore. Si ishte ushqimi? Më pëlqen shumë trileçja. Si janë djemt shqiptar? Është sekret.